A vuani nga migrena të shpeshta? Konsumimi i kësaj erëze mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve. Migrena është një çrregullim i zakonshëm neurologjik që shkakton dhimbje të forta dhe simptoma shoqëruese si të përziera dhe ndjeshmëri ndaj dritës. Një nga metodat që ka rezultuar e dobishme është pirja e një tretësire të thjeshtë me gjysmë lugë krip të tretur në një gotë me ujë. Ky kombinim mund ta ndihmojë trupin të rivendosë ekuilibrin e elektroliteve më shpejt, gjë që është veçanërisht e rëndësishme sepse natriumi, një përbërës kyç i kripës, luan një rol të rëndësishëm në punën e sistemit nervor dhe qarkullimit të gjakut. Kur ekuilibri i elektroliteve prishet, mund të shfaqen simptoma që kujtojnë migrenën, marramendje, të përziera, dhimbje koke. Në raste të tilla, pirja e një sasije të vogël uji me krip mund të sjellë lehtësim të shpejtë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se kjo metodë nuk zëvendëson terapinë mjekësore dhe rekomandohet kujdes, veçanërisht për njerëzit me tension të lartë të gjakut, sëmundje të veshkave ose probleme të tjera kronike shëndetësore.